data 21 gusht të 2026. Duket se pikërisht kjo ditë është një ditë që vërtet ndikon shumë në lidhje me punën, lidhje me karrierën dhe me disa ndryshime të vogla që vinë drejt jush, por arsyeja është mjaft e madhe, sepse jo për një gjëra që nuk vinë ose nuk ndodhin për arsye të punës, por data 21 duket se në anën e punës, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimin, do të thotë që ka të bëjnë me disa çështje shumë të rëndësishme në marrëdhëniet, përgjegjësitë, karrierën, dashurinë dhe vendime që lidhen me ekuilibrin dhe dëshirën në detyrimet e punës. Fenomeni më i fortë i kësaj dite është afërdita në peshore me Saturnin në retrograd në Dash. Kjo do të thotë që ka disa kënde që na ndihmon, na jep mundësinë në anën tjetër ka të bëjnë, sepse afërdita në peshore do të thotë ndikim, do të thotë stabilizim. Afërdita, ndikimi i madh që lidhet me Saturnin në retrograd në Dash, një kënd që bën ditën serioze, maturim dhe jo gjithmonë e lehtë emocionalisht. Afërdita në peshore kërkon paqe, dashuri, diplomaci, bukuri, marrëveshje dhe harmoni, ndërsa Saturni në Dash kërkon përgjegjësi, kërkon kufi, realitet, maturi dhe vendime të pjekura. Kjo do të thotë se sot marrëdhëniet nuk mund të mbeten vetëm në fjalë të bukura, ato testohen nga realiteti. Ky kënd prek fort peshoren, Dashin, gaforen, Bricjapën, sidomos të 10 diqit të dytë. Veçanërisht ata që kanë planete ose pikat personale në këto shenja. Gjithashtu ka të bëjnë me shenjat që kanë përballë, që do të thotë ndikimin, do të thotë rrezatimin. Ajo që kanë përballë do të thotë me peshoren, që mund të sjellë ndjesi si duhet të zgjedhësh vetë pa prishur ekuilibrin. Për Dashin mund të ketë përgjegjësi në marrëdhënie ose ndjesi në partneritete dhe seriozitet në kontrata të rëndësishme. Për Gaforet, tema mund të lidhet me shtëpinë, familjen dhe karrierën. Për Bricjapin mund të ketë presion mes jetës private dhe figurës publike. Pra janë disa gjëra që kombinojnë mbi ndikimin dhe fushën që lidhen me disa çështje të lëna pezull ose disa gjëra që ndryshe gjykohet, ndryshe kuptohet dhe mundsohet. Gjithashtu në lidhje me dashurinë, në kjo ditë është e lehtë për sa i përket disa çështje pune, disa vendime të mëdha që merren me punën dhe me ndryshimin e madh. Megjithatë, dita e premte e datës 21 na ndihmon jashtëmase për të bërë zgjedhjen e duhur mbi atë çka neve kemi, mbi atë neve çka jemi dhe mundësitë të arta që vinë drejt nesh. Duke pasur parasysh një nga mundësitë më të mira dhe pozicionimi i planeteve na ndihmon për gjëra të rëndësishme që vinë drejt nesh, por megjithatë ka diçka mjaft të mirë në lidhje me punën aktuale dhe në lidhje me një ndryshim shumë të madh që do të kemi tani tutje. Në çështjet që lidhen me ndikimin dhe çështjet planetare, na jepet mundësi dhe koha për të parë se çfarë do të bëjmë në lidhje me punën aktuale, në lidhje me një ndryshim shumë të madh ekonomiko-financiar. Dhe jo vetëm kaq, por ka dhe mundësi të arta, sepse po të vëmë re ndikimi që lidhet edhe me punën, por lidhet edhe me disa ndryshime të tjera, por ne do të pasur kompromise, do të kemi kujdes se sot duhet pjekuri, por edhe zemër të pastër për të zgjidhur problemet që na kemi. Para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar